Top Channel ka konfirmuar zyrtarisht rikthimin e spektaklit më të ndjekur të momentit, Big Brother VIP Albania, i cili pritet të startojë këtë dhjetor, duke ndezur menjëherë entuziazmin e fansave. Në një video të shkurtër promovuese, televizioni ka lënë të kuptohet qartë se ky muaj do të shënojë hapjen e dyerve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Aty ku emocionet, sfidat dhe dinamika e lojës kthehen gjithmonë më të forta se kurrë. Në edicionin e mëparshëm, në drejtimin e Ledion Liços, shtëpia e Big Brother VIP Albania u mbush me personazhe të njohur nga bota e artit, muzikës dhe showbizit, të cilët prodhuan momente të paharrueshme, debate të zjarrta dhe situata që bën bujë në çdo rrjet social. Publiku e përjetoi sezonin me intensitet të madh, duke e kthyer atë në një fenomen që dominoi ekranet dhe titujt mediatik për muaj të tërë. Megjithatë, edhe pse muaji i nisjes është konfirmuar, Top Channel vijon të mbajë të fshehta detajet më të rëndësishme. Kush do të jenë VIP-at që do të marrin pjesë këtë herë? A do të ketë surpriza në format, struktura të reja të lojës apo një mënyrë të re votimi? Dhe mbi të gjitha, cili do të jetë moderatori që do ta drejtojë spektaklin këtë sezon? Këto mbeten ende mistere që po i shtojnë edhe më shumë kurreshtjen publikut. Fansat tashmë kanë filluar të bëjnë parashikimet e tyre dhe ndjekin çdo detaj të publikuar nga kanalet zyrtare në pritje të emrave që do të mbyllen brenda shtëpisë. Pritet që sezoni i ri të sjellë drama, aleanca, rivalitete të forta, por edhe momente humori dhe emocion që bëhen virale brenda pak minutash. Rikthimi i Big Brother VIP Albania këtë dhjetor pritet të riaktivizojë audiencën e madhe që ky format ka krijuar ndër vite dhe të sjellë sërish atë atmosferë të veçantë që vetëm ky spektakël mund ta prodhojë në televizionin shqiptar. Pak ditë më parë Big VIP Albania ju ka njoftuar se Big Brother VIP Albania do të vijë shumë shpejt. Lori Hoxha ka ndezur kuriozitetin e ndjekësve me një postim të shkurtër në Instagram, në story. Ajo ka shpërndar një foto artistike me motivin e një syri të vizatuar mbi një këmishë të bardhë, simboli i cili prej vitesh lidhet drejt për drejt me identitetin vizual të Big Brother VIP Albania. Ky veprim u pa menjëherë si një shenjë se lajmet rreth sezonit të ri janë afër. Megjithatë, Lori nuk ka dhënë asnjë informacion shtesë, as datë, as detaje, as paralajmërim zyrtar. Thjesht një provokim i vogël, i cili ka mjaftuar për të ndezur diskutimet në rrjet. Një ditë më parë, Big VIP Albania raportoi se Big Brother VIP Kosova ka bërë publik tashmë muajin e nisjes së sezonit të ri, e cila është vetëm pas 6 ditësh, ndërsa për Big Brother VIP Albania ende nuk ka asnjë konfirmim nga stafi apo nga media Top Channel. Pikërisht kjo ka rritur pritshmëritë e publikut, i cili prej javësh kërkon me ngul një përgjigje. Kur nis Bigu i Shqipërisë? Për momentin, gjithçka mbetet në nivel aludimesh, por duke njohur stilin e Lori Hoxhës për komunikim me sinjale, duket se diçka po afrohet shumë e shpejt madje. Fansat e Big Brother VIP Albania presin njoftimin zyrtar për reality show që i ka mbërthyer me vite me radhë përballë ekranit. Gjithashtu, Big VIP Albania ju ka informuar më parë nga ato që janë publikuar në media se spektakli Big Brother VIP Albania ka mbetur në hije, për shkak se shumë media të showbiz deklaruan se ka një çarje mes marrëdhënies së Ledion Liços dhe Sara Hoxhës. Luana Vjollca i merr festivalin Arbana Osmanit, rikthehet përplasja mes dy vajzave, kanë nisur përgatitjet për festivalin e Rëtësër. Pas publikimit të spotit zyrtar nga Elhaida Dani për Fest 64, pra pas skenat e festivalit më të madh muzikor në vend kanë filluar të lëvizin me shpejtësi. Interesi për të marrë drejtimin e këtij edicioni është rritur, dhe dy emra të njohur të ekranit kanë hyrë fuqishëm në garë. Burime pranë Rëtësër bëjnë me dije se Luana Vjollca ka dorëzuar zyrtarisht platformën e saj për prezantimin e festivalit. Ajo ka propozuar edhe emrin e skenaristit me të cilin synon të ndërtojë gjithë konceptin artistik të ngjarjes. Platforma e saj ndodhet aktualisht në shqyrtim nga Drejtoria e Përgjithshme e Rëtësër, por ende nuk është marrë një vendim përfundimtar. Ndërkohë, edhe Arbana Osmani ka shfaqur interes për të rikthyer në skenën e Fest 64. Ajo raportohet se ka prezantuar një projekt të detajuar, ku përfshihen emrat e kameramanit, regjisorit dhe skenaristit, me të cilët dëshiron të realizojë spektaklin. Kujtojmë se përplasja e dy moderatoreve ka nisur vite më parë, që në nisje të BBVM, ku Luana ishte ajo që donte ta moderonte këtë format, por ishte Arbana ajo që e mori drejtimin e këtij formati. Pas këtij vendimi duket se dy vajzat nuk kanë pasur më asnjë kontakt me njëra tjetrën, duke ngrirë kështu raportet, e tashmë duket se historia po përsëritet. Këtë herë për drejtimin e festivalit të fundvitit. Të dy projektet e dorëzuar janë marrë në konsiderat për të qenë drejtueset e këtij formati, ndonse të shumt kanë qenë ata në rrjet që janë shprehur se drejtimi do t'i jepet Luanës për shkak të kostove të ulta që projekti i saj ka.
Deri më tani, vetë 2 vajzat kanë zgjedhur që mos të japin detaje për hapat që kanë ndërmarrë deri më tani. Në rrjetet e tyre sociale, Luana dhe Arbana janë duke shijuar pushimet në pritje të një vendimi, se cili prej tyre do të jetë imazhi i festivalit. E nëse disa vite më parë ishte Arbana ajo që arriti të fitonte, në dukje këtë herë do të jetë Luana ajo që do të vendoset në krye të kompeticionit të rëndësishëm muzikor. Megjithatë, derisa drejtuesit e RTS të marrin një vendim, ka ende pak kohë. Në çdo rast, për sa kohë që produksioni i Big Brother VIP Albania nuk ka dalë me një datë zyrtare, çdo lëvizje, postim apo deklaratë e Sarës dhe Ledionit mbetet në qendër të vëmendjes. Publiku duket i uritur për të zbuluar jo vetëm fatin e programit, por edhe të çiftit që është bërë sinonim i tij. Në këtë atmosferë pasigurie, një gjë mbetet e qartë: Sara Hoxha dhe Ledion Liço nuk janë thjesht një çift i njohur televiziv. Ata përfaqësojnë një kombinim të rrallë mes trashëgimisë mediatike, profesionalizmit dhe karizmës personale. Çdo ndryshim në marrëdhënien e tyre ka potencial të ndikojë jo vetëm në interesin publik, por edhe në ritmin e vetë televizionit që ata përfaqësojnë. Derisa Top Channel të jap sinjalin për nisjen e sezonit të ri të BBVA, publiku do të mbetet në pritje, me syt nga rrjetet sociale dhe nga çdo detaj që mund të zbulojë diçka më shumë për fatet e çiftit më të komentuar të ekranit shqiptar. Ditë më parë, Big VIP Albania ka raportuar se 2 aktorët e Portokallis do të jenë pjesë e Big Brother VIP Albania në edicionin e 5. Moderatorët e projektit televiziv të dedikuar fëmijëve, Fan Camp, realizuar nga Fondacioni Dritan Hoxha në bashkëpunim me Top Channel, kanë surprizuar publikun me një deklaratë të papritur. Në përfundim të sezonit, Aleksandër Grami dhe Ermir Hoxha zbuluan se do të jenë pjesë e sezonit të 5 të Big Brother VIP Albania. Një lajm që menjëherë ngjalli interesin e ndjekësve të spektaklit më të ndjekur në Shqipëri. Teksa biseda zhvillohej me tonë humori, ata vendosën ta përfshinë në lojë edhe personazhin tjetër të dashur të programit, Kërmill Milin. Me batutën e tij karakteristike, Mili tha me shaka se pas Fan Campi do të merrte rolin e opinionistit të Big Brother VIP Albania 5, duke sjellë të qeshura në publik. Në të njëjtën frymë, 2 moderatorët e njohur dhe aktor të Portokallis shtuan me entuziazëm se edhe ata do të ishin aty, si banor të sezonit të ri të spektaklit. Ne do të jemi banor, u shprehën në një zëri Grami dhe Hoxhaj, ndërsa Mili në stilin e tij komik u përgjigj se do t'u jepte opinione kritike në çdo prime, duke mbajtur rolin e analistit të shtëpisë më të famshme në vend. Ndërkohë, projekti televiziv Fan Camp mbylli si parin këtë të shtunë në ekranin e Top Channel. Ky program u zhvillua në një kamp pranë natyrës dhe kafshëve, ku fëmijët përjetuan përvoja të paharrueshme përmes lojërave, sfidave dhe momenteve edukative që synonin të sillnin argëtim dhe mësim në të njëjtën kohë. Kujtojmë se aktori Ermir Hoxhaj ka qenë më parë i ftuar në një nga prahimet e Big Brother VIP edicioni i 4, ku bë viral për imitimin e tij plot humor të aktorit Lart Vasili. Kështu që pyetja që lind tani është: a do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania edicioni i 5 Ermiri, Sandri, apo ndoshta të dy bashkë? Deri më tani, produksioni i Big Brother VIP Albania nuk ka dhënë asnjë reagim zyrtar, as për ta konfirmuar, as për ta mohuar këtë deklaratë, duke lënë hapur një fushë të gjerë spekulimesh dhe pritshmërish në publik. Në javët e ardhshme, pritet të zbulohet nëse humori i Portokallis do të hyjë vërtet brenda shtëpisë më të famshme në vend. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.